Ma ironisht, foti që pota që dha zhymtyr për venin tem, për kombin tem dhe për familjen. Dhimbja ime më e madhe ka qenë kur vrau Zelenziu, na vrau. Kujtimi e më ironisht edhe më skrenore që ndi veten që për atë parë kam po ushtar 95-96. Kujtimi e më i mirë që jetë. Kam po më amblim të ushtisin të Kosovës, Rasim Keqinën, në Marën Xhamolin, Musi Jasharin, Jair Hajdarin, edhe kam taku shok tjerë që me ta, mu i krasin që në Recep Selimi këta i kam taku me sytë, mi i kam po në të vite, i kam po në prekaz në shtëpinë e Musi Jasharit, apo Sajt Jasharit, që është më i modhi, për atë po kjo është kujtimi më i mirë që zoti që të korpi mende. Ta ta kanë në shtëpinë time, vishin lëvizjet e dy që u streheshin, nuk e në shtëpinë, o kujtimi më i mirë kjo është që saraj. Ma ironisht, foti që pota që dha zhymtyr për venin tem, për kombin tem dhe për familjen, që dhash zhymtyr të trupit për këtë vend, që ky vend tjetë i lirë, njëherë për gjithmonë nga ardhit, qëtnike paramilitare, se ky është për mua çdo sen. Unë dhimbja ime më e madhe ka qenë kur vrau Zelenziu, na vrau me 3 gusht morin, u vrau Zelenziu, që aja ka qenë një dhimbje pa parashikueshme, ka qenë ideal i ri, po sa u martue, studenti parë, mu të thëmë studenti parë që i vram lu frontale, nuk e di që ka dikun student, visa pa diplomu, edhe vrau Zelenziu, aja ka qenë dhimbja më e madhe, jo të për mu, por më besoj për këtë shokët, aty që kemi qenë, sa është i Morinës, e kam afer, ka qenë një familje shumë e mirë, një familje kamtare, edhe Zelenziu u vrau me 3 gusht, aja është dhimbja më e madhe që nuk mujtë e ekipi truni, kur ka qenë ideal i ri, ideal po sa martu, nuk la fëmi, se u martu i ri, po më ndaj 6-7 muaj martes, kërsit i lufta dhe shtu, ka qenë ideal